Selam aleikum o gjendëruar, kam një problem rreth muajit të bekuar të Ramazanit. Unë jetoj që 4 vite në Francë, po jam në kushtet e azilit, që 3 vite kam nis Ramazanin pa problem, po këtë vit e kam vështirë ta agjeroj. Që 3 vjet e kam ninu Ramazanin pa problem, dhe me thonë në azilën fjallë atje, por këtë vit e kam vështirë ta agjeroj, ta ninoj, se këtu në Francë, në këtë procedurë që jam, banoj në hotel, dhe kam problem për përgatitje të ushqimit, nuk na lejohet se kemi alarma në dhomë, a mundi me më dhanë përgjigje t'ja bëj, si t'ja bëj, se shumë po mbrengos kjo gjë, se që 16 vite ninoj, po si vjet jam ra në hall, si t'ja bëj ju falenderoj. Bënja qysh të bëhet. Bënja qysh të bëhet, pa agjeru nuk bën. Pa agjeru nuk bën. Pa agjeru nuk bën vëlla. Ha ushqim të ftaftë. Ushqimet të ftaftë, më nësh me fut më rana në dhomë, e hanë me ushqimet të ftaftë. Nuk është kusht me pas ushqimet në zeta për sefer. Neve na ka mbulu luksi e të mira të Zotit, elhamdulillah. Allahu na erujt të mira, ja Rabbi, për ndryshëm muslimant, pe Hazreti Ademi të ran, kanë agjeruar me 2 kafshat buk, e herë pas se fërfare se s'ka që ka han, e herë me buk shumë bajat, se për senet në zeta ato harro, po me që kanë mujtë diçka e kanë prish, pak një tro sa më forcue për me agjeru gjatë ditës. Andaj, nga një herë, t'imponohen rrethanat, se kurse ty në këtë rast, apo dikuj që është në punë, dikun dhe atje nuk ka mundësi që lëndërimet natës, me pregadit, me roshqe me vete, edhe hanë. Ose pregaditën mbrëmje, kur mundesh para iftarit, kur të bësh iftarin, pregadit njëtin ku diçka për sefer, vetëm se e hanë të ftoftë nuk mundesh me nxeh. Ose, nëse ka mundësi me dalë, vera është jashtë në barë, në një skaj dikon, e me nxeh që ta ushqim që ki qefti me nxeh, në i qaj, në i diqka, po, hadhe jashtë, për ata thash bënja që është bëhet, Ramazanin me agjeru. Ramazanin me agjeru. E runa zë me të ndalu dikush me hangë, me arë me thonë, hamë bëkën të vras, të myti, është me sjele tjetër. Dërsa pëse s'pa kom unë me pi qaj, e s'pa kom ushqim të nxehtë, kam ushqim të ftaftë Allah, dhe agjerim ushqim të ftaftë. Allah ta le të fty, dhe tonë muslimanëve tjerë.